Njërësitë e task forcës së policisë në bashkëpunim me doganën në fshatin Smir të Vitis kanë ndaluar një vetur dhe e kanë identifikuar një automjet pra patarga gjatë kontrolit aty që drejtoi nga i dyshuari Asë, është vërejtur se kishte të ngarkuar cigare pa banderolat Kosovës. Malli dyshohet jetë i prodhuar në Serbi dhe vlera e tregut është rreth 60.000 euro. I dyshuari sipas policisë së bashku me automjetin dhe mallin e kontrabanduar është dërguar në stacionin policor për mbikëqyrje të kufirit në Zhegër për procedim të mëtutjeshëm të rastit. Ndërkohë gjatë një kontrolli të autoriteteve tek një subjekt tregtar në Zubin Potok janë zbuluar mallrat paligjshëm si 100 copë pije të forta alkoolike, 150 paketime biskotash, 9 kg duhan të grirë dhe 4.200 copë cigare. Dhe tani do të flasim për disa